بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. E për këtë vllazni, Allahu Azza wa Jall e ka ndëru që t'i ketë prind gjallë. Mare i ka ngat apo i ka larg. Mare u kon derisa të ndëgjushëm apo u kon pa ndëgjushëm ndaj tëne. Le të bën dua tek Allahu Azza wa Jall shumë që Allahu Azza wa Jall mja bu prind nga banorët e xhenetit. Mja udhëzon Islam. Mja udhëzon namaz. Për shkak se ka ndarje e që takohen apet. Nuhu a.s. sa ka jetu edhe kur ka vdek, Allahu alem. Është një ditë që ka mu taku me qëta besimtar të anijës e vetë, apo edhe njëherë. Mas 10.000 vjete, bashkohet edhe njëherë Nuhu a.s. me ta. Por nuk bashkohet me djallin e ti më kur. As njëherë nuk bashkohet me djallin e ti. Prej ati momenti që a i ka hyp në anije dhe ka shku, djalli ti u mund gjitë kodra dhe me ik, mu nuk takohen kur. E ka dhe do të afërm tonë që të jemi të bashk. Po nëse s'është mu'min, besimtar, kur ndahësh mu s'ka take. E kur është dikush besimtar që vdes, musliman vdes, wallahi s'po thëm që s'ja vlen me mu mërzit për ta. Se ja vlen se njeri mërzitën. Ama wallahi mërzi e pështjellën dhe me gëzim sepse ka vdek, elhamdulillah ka vdek me iman. Do më thonë, ati ju ka mbyll dosja me iman. Tash veç do të mutut na për veti, apo vdesi me iman. Si të na nderon Allah Azza wa Jall me vdek me iman, bashkohesh me ta, në xhenet, pagojle hiç, i harron këtë vujtje. Ama nëse ndahesh, ky është robi Allah Azza wa Jall, ky tjetri s'është. S'ka më bashkim në njerë. Kur? Allah Azza wa Jall pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ja ka leju me thon rahimahallah. Allahu e mëshiroft në s'ka. Çkash nuk ka. Për neve ka bu dua. Për neve që këna marrë më vonë, ka bu dua, po. Për në vetë së më bërë dua. Pse? Çështja e imanit është më e madhe sa çdo sen tjetër. E për këtë na duhet me kuptu se po nëse dhëmshuria dikujt ja kish leju me bu diçka, ju kish leju Muhamedit me bu për shkak dhëmshurisë ndaj nonës vetë dua. Kur vjen çështja e imanit dhe kufrit, s'ka po mdhimet, s'po mdhimet. Ti kaj, let mërzitët njeri, s'prish punë, po s'lejohet me thonë Allahu në xhenet e qoftë. S'ka vdek pa iman.